Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 72 orë pas tragjedisë në Koçan, asnjë prej të mbijetuarve nuk ka ndruar jetë. Kjo tregon për gjendjen e tyre të qëndrueshme, informoi për mediat ministri i Shëndetësisë Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, tha se në ditën e vijim pritet të ketë kthim të disa pacientëve që po trajtohen jashtë vendit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal nga dal nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Sot 3 apo 4 pacientë do të lëshohen në shtëpi prej qendrës klinike. Transferi i fundit do të bëhet sot. Vetëm për në Suedi 5 pacientë dhe mbas asaj nuk kemi më transfere tjera. Zyrtarisht, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë duke u trajtuar rreth 178 pacientë në institucione të ndryshme shëndetësore, prej të cilave 64 në spitale shtetërore të Maqedonisë së Veriut dhe 13 në spitalet private. Dal nga dal mund se do të mendojmë që t'i kthejmë disa pacientë. Dua t'ju informoj se djes bashkë me Ministrin për Punë Jashtme i vizituam 2 spitalet, 2 qendra, domethënë ishim në Selanik, me 5 pacientë ku janë të vendosur, të gjithë në gjendje stabile. Dhe mande ishim në Sofje, në klinikën Pirogov, ku prej 9 pacientëve 2 veç janë ekstubujt, do me thënë janë në gjendje më stabile, dhe shpresoj edhe 2, ashtu sipas mjekëve, 2 do të ekstubohen sot. Pas orët protesta për ngjarjen në Koçan, Pati dhe në Shkup, mijëra qytetarë shprehen ngushëllimet për të rinjt që humbën tragjikisht jetën në diskotekën Puls. Përmes pankartave që mbanin në duar, ata dërguan dhe mesazhe kundër korrupsionit. Nuk do të kishte gjak nëse gjithçka do të ishte sipas ligjit, thuhet në disa nga pankartat e protestuesve. Tubimi filloi me 16 minuta heshtje për tragjedinë e 16 marsit dhe vazhdoi pa fjalime, ndërsa të pranishmit lanë lule dhe qirinj të shatërvanin në sheshin e qytetit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hapi jashtëzakonisht të rëndësishëm për sigurinë dhe paqen në rajon. Në këtë mënyrë komentoi kryeministri Albin Kurti marrëveshjen e firmosur mes qeverisë së Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për të koordinuar veprimet ushtarake në fushën e mbrojtjes. Marrëveshja u nënshkrua një ditë më parë në Tiranë mes 3 ministrave të mbrojtjes. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë paralajmëron ndalim të prershëm për të hyrë në SBA të gjithë personave që gjenden fajtor për mashtrim me vizat. Në vendimin e qeverisë amerikane thuhet se këto politika kufizuese aplikohen edhe për individë dhe qeveritë e huaja të cilat lehtësojnë migrimin ilegal. Qeveria e SBA-s ka nisur një përpjekje të koordinuar ndërinstitucionale për të luftuar mashtrimin dhe për të dhënë fund migrimit të palishëm. Politikat e reja të kufizimit të vizave zbatojnë për individët dhe qeveritë e huaja që lehtësojnë migrimin e palishëm, thuhet në njoftimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Pakti Tiranë-Prishtinë-Zagreb është konsideruar si provokim nga Beogradi zyrtar. Përmes rrjeteve sociale, Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë thotë se dërgoi një kërkesë urgjente ministrive të punëve të jashtme të Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Shqipërisë për një shpjegim të detajuar në lidhje me nënshkrimin e memorandumit trepalësh për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Në reagim thuhet se kjo ministri e quan Serbinë si garantues të paqes dhe neutralitetit ushtarak në Ballkan dhe kërkon përgjigje për natyrën dhe qëllimet e këtij bashkëpunimi të sigurisë. Është veçanërisht shqetësues fakti që kjo aleancë ushtarake po krijohet pa konsultim me Beogradin, që paraqet kërcënim për sigurinë për popullin serb dhe mbar rajonin, thuhet në reagimin zyrtar të Serbisë. Bota. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump publikoi mira dokumente në lidhje me vrasjen e presidentit të 35 amerikan John Fitzgerald Kennedy, të shpallura me errësi të klasifikuara. Fillimisht e administrata e Joe Biden, e cila publikoi 13.000 dokumente të ndryshme. Një pjesë e tyre të publikuara të martën ishin redaktuar më parë. Presidenti Trump tha të hënën se njerëzit kanë pritur për dekada për të parë 80.000 dokumente në lidhje me vrasjen e presidentit të 35 amerikan John Fitzgerald Kennedy. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.